Teatri eksperimental Kujtim Sfahi Vogli ka gati kalendarin artistik për vitin 2026. Në fokus të këtij sezoni janë 8 premiera të reja, 4 prej tyre të dedikuara fëmijëve e 4 për publikun e rritur. Të lutem. Pse? Gjergj Prevazi, drejtori i Teatrit Kombëtar Eksperimental, tregon se repertori i ri synon të ndërtojë një raport më të fortë me publikun, duke e parë teatrin jo vetëm si argëtim, por edhe si mjet edukimi dhe formimi kulturor. Ne kemi një shfaqje në repertor për fëmijë, shumë shpejt në fund të shkurtit do të jetë një premier tjetër për fëmijë. Pra 2026 do të kemi të paktën 4 premiera për fëmijë dhe 4 premiera për të rritur. Ndërkohë, nga viti kaluar, kemi shfaqje që janë në repertor, siç u thash, do të jenë në 3 muajt e parë të këtij viti. Siç është I huaj, siç do të rikthehet babai, po kështu dhe Mbi fjalë. Një tjetër shtyllë e rëndësishme e teatrit eksperimental mbetet integrimi I të rinjve si në nivel interpretimi, ashtu edhe në krijim. Ndaj ky institucion vijon të hap dyert për aktorët e rinj, regjisorët dhe dramaturgët, duke I dhënë zë ideve të brezit të ri. Paralelisht me këtë qasje, dramaturgjia shqipe mbetet prioritet me vepra që do të vijnë në skenë për herë të parë ose që do të riaktivizohen në forma bashkëkohore. Ne jemi një teatr që kemi, po themi, një sy qel, një sy hapur për dramën shqipe. Unë mendoj dhe shpresoj që edhe gjatë këtij viti ne do ta kemi në fokus të rinjt, siç u thash, do të kenë hapësirë, do të jenë minimalisht 10 produksione në kuadër të fondit teatrit për të rinj. Ndërkohë, në fund të vitit, ne do ta mbyllim me festivalin e hapat. Megjithse 8 premiera në vit mund të mos mjaftojnë për të përmbushur kërkesat e publikut të kryeqytetit, drejtuesi I teatrit thekson se filozofia e institucionit mbetet e qartë, cilësia mbi sasinë. Natyrisht kur nuk është mjaftueshëm, por është rritur. Ajo që mua më intereson dhe ne si teatr eksperimental kombëtar eksperimental jemi të fokusuar është kualiteti, është cilësia, është estetika që ne prezantojmë. Pra ndonjëherë nuk ka shumë rëndësi numri I produksioneve sesa ka rëndësi kualiteti I tyre. Me këtë kalendar artistik, Teatri Eksperimental Kujtim Sfahi Vogli synon të ruaj identitetin e tij si hapësirë eksperimentimi, reflektimi dhe formimi kulturor, duke vendosur teatrin në një dialog të vazhdueshëm me shoqërinë dhe brezat e rinj.